Për herë të parë Çukuru ekstradua nga Stambolli Dritan Rexhepi, një nga emrat më të njohur të trafikut të drogës, dëshmoi për gjykatën e posaçme për rrëmbimin dhe zhdukjen e Jan Prengës. Ai mohoi përfshirjen e tij në ngjarjen e vitit 2020, ndërsa thotë se është informuar për lajmin nga mediat. Në fundin e vitit 2019 kam qenë jashtë të Shqipërisë. Kam qenë në Burg në Ekuador. Kam qenë i dënuar 13 vite për trafik droge. Ju do më pyesni për çështjen apo do më bëni gjyq moral. Kisha 5 vite e 4 muaj që vuaja dënimin. Nga burgimi nuk kam bërë asnjë lloj bashkëpunimi për të dhënë para lidhur me trafikun e drogës. Në fund të vitit 2019 nuk kisha informacion për vjedhjet e një sasie droge në Portsmouth të Londrës. E mora vesh nga mediat në Shqipëri. Kam dëgjuar nga familjarët e mi që në Shqipëri akuzohesha për diçka që kishte ndodhur në Shqipëri. Nga familjarët mora vesh që akuzohesha për një rrëmbim të një personi që ishte zhdukur. Tentova të merrja informacion në prokurori përmes një familjari tim. Nuk mora dot. Ai kërkoi të përballet edhe me vëllain e viktimës, Ndrek Prenga. Pse nuk i nxirrni kur thuhet që ka përgjime mes meje dhe familjarëve të viktimës? Ju keni hipur në trenin e gabuar dhe kërkoni të shkoni atje ku doni ju. Nuk jam unë personi. Ka ardhur dhe vetë vëllai i viktimës këtu dhe ka thënë këto fjalë. Doni ta bëni përballje mes meje dhe ti, nuk kam kundërshtime. Apo ta bëjmë foto? E bëjmë. Unë nuk i njoh ata persona. Unë mbaj përgjegjësi çfarë bëj unë dhe jo ç'thon të tjerët. Nuk keni bërë asnjë lloj procedure. Përse nuk keni bërë? Nuk kam të drejta unë në këtë shtet? Më thanë për Jani Prengën, familjarët e mi, burri i motrës time, Dorian Velaj. Ai takoi një gazetar tek prokuroria dhe unë fola me gazetarin përmes kunatit tim. Përmes avokatit tim më vinin gazetat e fotokopjuara. Ndërkohë, prokuroria Elida Kaçkini paraqiti prova të reja, komunikime me Saltin Hajrit, pronarit të kompleksit Golden, ku u rrëmbye Jan Prenga dhe Dritan Rexhepi të bëra në Sky ECC, që gjykata i pranoi. Në 7 maj pritet të dëshmojë dhe i pandehuri tjetër Aldo Majnishta.